Mirëmbrëma miq të emisionit Zoom. Në politikën tonë rikthimet rrallë herë janë të zakonshme, por rikthimi i Artan Grupit pas 14 muajsh në Arati nuk është vetëm një kthim personal. Është një moment që ka të rrëzuar nervin më të ndjeshëm të shoqërisë, drejtësinë. Një zhvillim që menjëherë prodhoi dy narrativa. Njëra flet për funksionim të sistemit, tjetra për marrëveshje politike. Vendimi për arrest shtëpiak me arsyetimin siguri personale thelloi edhe më shumë dyshimin publik, sepse në një shoqëri ku besimi në drejtësi është i ulët, çdo rast i profilit të lartë lezohet politikisht dhe ky nuk është rast i izoluar. Prej vitesh, raportet e Komisionit Evropian për Maqedoninë e Veriut theksojnë se problemi kryesor është sundimi i ligjit dhe pavarësia e gjyqësorit dhe ato mbeten sfidë serioze. A kemi standard të njëjtë për të gjitha? Funksionon sistemi pa dallime politike dhe çfarë mesazhi dërgon ky rast për qytetarët? Sonte në Zoom e zgjerojmë debatin nga një emër konkret te vetë sistemi i drejtësisë me të ftuarit tanë, analistët Sefer Selimi dhe Qenan Aliu. Të nderuar, përshëndetje dhe mirëseardhët në Zoom. Përshëndetje, faleminderit. Kënaqësia është e jona. Zoti Aliu, si e vlerësoni vetë dorëzimin e Artan Grupit? Akt përgjegjësie personale apo kalkulim politik? Tani, dëgjoj diku disa rrjete sociale thotë se kur zoti Grupi ka kaluar pikën kufitare në Maqedoninë e Veriut, thënë është arratisur. Në fakt njeriu arratiset kur është i kapur nga organet kompetente dhe nëse atyre u ik, atëherë është arratisur. Ai kaloi në kufi në një mënyrë në të cilën nuk kishte ndalesë të thuktë që ai të ndaloj, dhe tani kemi momentin kur zoti Artan Grupi është kthyer dhe ju dorëzua në fakt organeve të shtetit. Dhe kjo mendoj se si veprim është mirë, sepse unë edhe atë botë kur ndodhi ky largim i zotit Grupi, thash se mira do t'ishte që ai të përballet me organet e drejtësisë dhe të synoj të provoj pafajësinë, sepse në kësaj rastësh dhe për kësaj profilesh të politikanëve, nëse ata arrin që të provojnë pafajësinë, ata mund të rikthehen në skenën politike edhe më të fuqishëm. Mirë po, ndodhi ajo që ndodhi dhe tani si duket dorëzimi i tij para organeve mundson që të zhvillohet procedura në pajtim me ligjin për procedurën penale, në pajtim me kodin penal, dhe vlerësoj se duhet të jetë një procedurë transparente, konform ligjit, pa selektime, edhe pse ne për kësaj procedurash është provuar në këtë shtet se jo gjithherë këta kanë qenë korrekte, të drejta dhe transparente dhe jo selektive. Andaj, ajo që duhet të thuhet për këtë moment, nuk duhet njerëzit të linçohen a priori. Pra, nuk ka pak shtete njoh ku një i dyshuar të pritet dhe të kapet në mënyrë publike me pranga në dorë nga organet kompetente. Në botën demokratike zhvillohen procedura edhe për të dyshuar apo të akuzuar për vepra gallopante, madje edhe vrasës të 2, 3, 5 fishtë, por edhe ata nëse ata nuk rezistojnë me forcë, nuk privohen në mënyrë spektakulare para mediave, sepse çdo njeri ka të drejtë në mbrojtje të dinjitetit të vet, dhe në këtë rast edhe vetë zoti Grupi. Ju e përmendet edhe vetë Grupi për 14 muaj nuk ishte prezent në vend. Pse pikërisht sipas jush tani vendosi të kthehet në presion ndërkombëtar, është garanci politike? Shikon, tani nëse u referohemi teorive, si thuhet, konspirative, mund të thuhet se mos ka vallë në një marrëveshje të fshehtë me faktorët që kanë influencë në sistemin gjyqësor, në sistemin politik të shtetit. Megjithatë duhet thënë hapur se
kjo fletaresti ndërkombëtar kundër zotit Grubi sikur u intensifikua nga organet e vendit, andaj edhe lokacionet, gjithësisht vendet ku ka qëndruar zoti Grubi, mund të kishqenit dhe i sugjeruar për të lëshuar vendin, sepse jo çdo vend, për shembull nëse një shtetë është anëtare e NATO-s, ata jo në mënyrë të përjetshme të lejojnë që ti të sillesh në territor të caktuar nëse ekziston fletarest ndërkombëtar. Ajo që pse zoti Grubi e bëri këtë dorëzim mu tani, sipas gjykimit tim, ka disa dimensione. Ai mund të jetë i këshilluar nga mbrojtësit e tij, nga pala mbrojtëse, nga avokatët e tij, se në cilin momentum duhet ta bëj këtë dorëzimin, vetë dorëzimin, të paraqitet para organeve drejtësisë. Unë vlerësoj se këtu ka pas një kalkulim me që supozohet se zoti Grubi, edhe atë si duket është i pandehur i dytë, jo i pandehur i parë për një vepër që dyshohet për një vepër penale, ka të bëjë me nenin e kodit penal 354 dhe atë të asaj lotaria e Maqedonisë, për përvetësim, për abuzim, gjohe me fuqit pushtetit, gjithë këta janë hetime, ende nuk kemi aktakus të ngritur, ndaj zotit Grubi, apo propozim aktakus, pra vijon kjo fazë tani juridikisht që të vijet deri te, për të parë sakt se për çka në fakt do të jetë i akuzuar zoti Grubi, por këtu mendoj se ka qenë kalkulimi, nëse ju kujtohet në vitin 2023, Kuvendi i Maqedonisë së Veriut miratoi një ligjin për plotësimin dhe ndryshimin e kodit penal. Në atë plotësim dhe ndryshim të vitit 2023, ju e dini si gazetare dhe zoti Selimi, mendoj se e kanë e dini këte, u mundsua që të parashkruen shumë procese, shumë lëndë me atë ndryshim që u bë në vitin 2023. Mirë po, me që një vit e diçka ka që zoti Grubi u largua, nuk qëndronte në vend, në shtet, ai si duket, jo ai, por pala mbrojtëse në mënyrë taktike, ndoshta ka kalkuluar me procedurën e cila ishte pranë gjykatës kushtetuese lidhur me ligjin për plotësimin dhe ndryshimin e kodit penal të vitit 2023, që ai të mund të shfrytëzonte ata lehtësime që u bë zvoglimi i dënimeve, u bë mundësia e parashkrimit të disa veprave e kështu me radhë e kështu. Megjithatë, gjykata kushtetuese, ende sipas meje, për arsye jo të kuptueshme, shumë e stërzgjati këtë procedurë, edhe pse iniciativa para gjykatës për këtë propozim, për këtë ligj për ndryshim dhe plotësim të kodit penal të vitit 2023, u ngrit më njëherë sa që ky ligj u shpall në gazetën zyrtare, por shumë në mënyrë të stërzgjatur, gjykata nuk shqyrtoi me kohë dhe kur solli akt vendim për qasje në vlerësimin e këtij ligji për kodin penal të vitit, gjithmonë flas për të vitit 2023, aty si duket pjesëtarët e gjykatës, gjyqtarët në gjykatën kushtetuese kishin mendime të ndara. A të anulohet ky ligj në tërësi, plotësim ndryshim, apo të abrogohet. Po të ndodhte anulimi, do të ndodhte një vakum ekstrem në sistemin e kësaj juridik në këtë fushë, saqë atëherë nuk do të ekzistonte edhe neni 353 për që ka të bëjë me keqpërdorimin e personave zyrtar, sepse këta vepra që parasheh neni 353, 354 nuk mund t'i bëjnë qytetarët e rëndom, këta i bëjnë ata me kravata, njerëzit që kanë funksione shtetërore të larta dhe njerëz të emëruar apo të zgjedhur në organe apo institucione. Pra, kur ndodhi kjo ndarje, çka bëri gjykata kushtetuese? Ajo solli akt vendim për vlerësimin e këtij ligji, por në bazë të një neni të aktit të përpunën e tyre, e i rekomandoj Kuvendit në afat për 6 muajve të harmonizoj, sepse ata e këtë ndryshim ligj e shpërfaqën si antikushtetues, madje edhe të dënshëm në aspekt të detronizimit të sistemit ndëshkimor juridik të vendit.
Parlamenti nuk e harmonizoi këtë shumë kohë, edhe pse në procedurë në Ministrinë e Drejtësisë është edhe një kod i ri penal, nuk mundi të harmonizojë, ndodhen zgjedhjet lokale dhe tani në fund të janarit, fillim të shkurtër u bën ky harmonizim sipas rekomandimeve të gjykatës kushtetuese dhe normal do të ketë edhe ligj do të ketë kod të ri penal. Pra, gjithë kjo sharamoniat, mendoj se pala mbrojtje zotit Grubi e ka analizuar këtë ndjenjë gjithnjë për të qenë në favor të klientit të tyre. Pra, edhe ky është një dimension që mund të kishte qenë në kalkulimet e palës mbrojtëse të zotit Grubi. Zoti Selimi, ju si e vlerësoni dorëzimin e Artan Grubit para organeve kompetente, akt përgjegjësie personale apo kalkulim politik, siç e thash edhe më herët? Figura e zotit Grubi nuk është një figurë një politikani të thjeshtë dhe nuk është një zyrtar i thjeshtë i emëruar nga partia politike am nga e cila vin. Zoti Grubi ka qenë në 10 vitet e fundit së paku një nga figurat kryesore politike në vend që me gjitha veprimet e veta ka shkaktuar trazira dhe ka shkaktuar polarizim të skajshëm në shumë raste të skenës politike. Qoftë me një rëmpal, qoftë me palën tjetër në opozit, partner, kundërshtar politik, pra ka qenë një figurë që gjatë gjithë kohës edhe me vetë dëshirë të theksuar, ka qenë në qendër të vëmendjes. Pra ka qenë një figurë rreth cilit janë ndërtuar lavde, por janë thurur mjaft akuza publike. Qoftë për keqpërdorim të pushtetit në aspektin politik, qoftë për keqpërdorim të pozitës për përfitime personale, për gjitha këto janë pjesë e një diskursi toksik të skenës politike në të cilën veprojmë, ose vepron skena jonë politike. Dhe nga kjo nuk është e habitshme që për zotin Grubi janë thurur kaq shumë akuza publike, biles zoti Grubi duke qenë de facto dhe në mënyrë të realizuar një nga figurat më të pushtetshme nga partitë politike shqiptare. Do me thënë, ka konsumuar pushtetin edhe më shumë se vetë kryeministri i parë shqiptar në qeveri. Pra, ka pasur pushtet të jashtëzakonshëm de facto në implementim dhe zbatim të politikave edhe të BDI-s, por edhe të veta personale. Pra, gjithë kjo përgjegjësi vjen edhe me përgjegjësi. Dhe natyrisht që, si që thash, veprojmë në një skemë politike toksike ku akuzat janë kthyer në një diskurs normal, dialogu ndërmjet palëve kundërshtare dhe në një formë këto sa më shumë që i ndihmojnë procesit që zyrtarët të jenë të përgjegjshëm, nga ana tjetër këto akuza i bëjnë edhe të parëndësishme sepse hidhen vende pa vend dhe hidhen kohë e pa kohë. Në këtë rast zoti Grubi gjithsesi që kjo mund të jetë është e kalkuluar gjithsesi, por kalkulimi vjen në bazë të një marrëveshje politike siç përflitet nga opozita në mes të VMRO-s dhe BDI-s, flas për opozitën maqedonase, apo vjen si një kalkulim, vjen nga kalkulimi i një marrëveshje të zotit Grubi me organet e drejtësisë. Në dyja rastet ka një marrëveshje. Pra paskenat e kësaj marrëveshje, cilët janë dhe si do të zbërthehen në ditët në vim, do duhet shohim sepse asnjëri prej nesh nuk i din detajet dhe nuk është prapa kuintave ku zhvillohen këto marrëveshje. Por ajo që është e dukshme për mua është, do të thoja, edhe simptomatike gatishmëria që VMRO-DPMN të harxhoj kapital politik për të akomoduar zotin Grubi. Dhe këtu e kam fjalën konkretisht që ne nuk duhet harrojmë, megjithse sot VMRO pati një komunikat publike në të cilën thot që përgjegjësia duhet të kërkohet tek prokuroria publike, nuk duhet harruar që prokurori ose kryetari i prokurorisë themelore të Shkupit është
rishtasi i emëruar dhe është një nga njerëzit e afërt të zotit Mickoski. Dhe hudhja e topit në atë fush dhe kthimi i topit prap tek Ministria e Punëve të Brendshme dhe Agjencia për Siguri Kombëtare nga ana e prokurorisë tregon që ka një ping-pong të qëllimshëm që mundohet të relativizoj veprimet e prokurorisë dhe ndoshta të zbus një marrëveshje eventuale prapaskene në mes të VMRO dhe BDI-s apo në mes të zotit Grubi dhe organeve të drejtësisë, ashtu siç dëshiron ose siç e projekton koalicioni qeverisës në pushtet vlen. Po pikërisht edhe reagimet më të shumta ishin për faktin se nga paraburgim 30 ditor në arrest shtëpiak me arsyetimi për siguri personale dhe kjo ka ngjallur interpretime të ndryshme se a është ky standard i njëjtë për të gjithë qytetarët në Maqedoninë e Veriut. Po nuk mund të jetë realisht. Tash jemi sinqert. Zoti Grubi ka pasur përgjegjësi, thash është një de facto është funksionari me përgjegjësinë më të madhe në 10 vitet e fundit ndoshta tek shqiptarët, po jo vetëm. Dhe veprimet e zotit Grubi gjithsesi që kanë sjellur për një pjesë benefite, qofshin të përgjithshme, qofshin personale, për një pjesë kanë qenë edhe të dëmshme dhe kanë krijuar diskomfort, kanë prishur resape, kanë krijuar armiqësi dhe është natyrshme jo vetëm këtu, por gjithkund një funksionar i cili mbart përgjegjësi publike nuk mund të trajtohet si një qytetar i thjesht që ka vjedhur në qevaptor. Janë dy peshat ndryshme, edhe për shkak të përgjegjësisë. Megjithëse drejtësia duhet jetë e barabartë, por trajtimi nuk mund të jetë për shkak të përgjegjësisë që ka mbajtur zoti Grubi, nuk mund të jetë i njëjtë me të gjithë. Dhe natyrisht që t'i shohim gjërat më thjesht. Paramendonja zonja Davkova, që askujt nuk mund t'i shkaktoj ndonjë, le të themi t'i prish ndonjë matematik, ecën e rrethuar nga 10 bodyguard nga do që shkon. Pra është përgjegjësia e peshës, është funksioni që sjell trajtimin e ndryshëm tek personat. Edhe pse në një botë utopike, në një botë ideale, do duhesh të jenë barabartë. Por ky është realiteti, është real politika, normalisht. Ne kemi parë, të kthehemi edhe të analizojmë. Zoti Grubi nuk është asgjë më pak asgjë më shumë se sa zoti do të marrë rangun e personave të njëjtë të funksionit. Zoti Koça Angjushe, ish zëvendës kryeministër për çështje ekonomike, një nga oligarkët më të pasur të Maqedonisë, i cili po ashtu është në listën e zezë amerikane për korrupsion. Zoti Grubi në listën e zezë amerikane është për ndërhyrje në proceset e drejtësisë, jo për korrupsion. Zoti Angjushev është për indicje të thella dhe të forta për korrupsion. Nuk ka asnjë procedurë të filluar, nuk ka asnjë hetim. Zoti Koça Angjushev para 3-4 muajve del në fotografi i ulur krah zonjës Davkova, kryetares së shtetit. Merreni zotin Orce Kamçev, një nga biznesmenët më të fuqishëm Maqedones, një nga personat më të pasur në shtet. Në listën e zezë amerikane për korrupsion, keqpërdorim e kështu me radhë, është i lirë, vazhdon bizneset, vazhdon të financojë partinë politike më të madhe që është një qeveri. Merreni me radhë sa doni keni Sasho Mjalkov, merreni Sasho Mjalkov. Me zotin Bosko Kovacevski, i cili nuk përmendet më. Absolutisht. Uaratis. Tash ndoshta do të flasim më vonë për drejtësinë selektive ose formën e trajtimit në opinion ose gjykimin që e bën opinioni. Para 7-8 muajve u kthye zoti Daravelski, ish drejtori i doganave të Maqedonisë, i dënuar me burg efektiv, i cili 20 vite ishte në Arati, mbas 20 viteve, mbasi ndërpreu lënda, u kthye hyri në Maqedoni, sot vazhdon të jetojë i lirë dhe i lumtur. Pra, zoti Grubi, unë e thash, është në një farë forme, sa është i mirë për veten, është aq i keq, sepse me protagonizmin e vazhdueshëm të cilën e bëri gjatë gjithë veprimit vet politik, krijoi mjaft kundërshtar, me dhe pa nevojë. Krijoi mjaft armiq brenda partisë vete, jashtë partisë vete, krijoi
jashtëzakonisht armiqësi të madhe edhe me oligarkinë maqedonase, me njerëzit të cilët kanë një ndikim të jashtëzakonshëm në gjithë sistemin politik të Maqedonisë së Veriut. Nuk duhet harroni që në qeverinë e fundit të zotit Kovacevski u thyen disa monopole mjaft të rëndësishme, të cilat ishin marrë për të mirëqena nga oligarkët të cilët fitonin tenderat dhe i kthenin pastaj firma tjera kryesisht shqiptare si nën kontraktore. Tash u kthyen firma shqiptare, filluan të marrin tenderat e mëdhej dhe të kthejnë firma të cilët u përkisnin këtyre oligarëve si nën kontraktues. Dhe kjo ishte ajo thyrja e madhe e cila në fakt të zotin Grubi, i cili ndoshta ka qenë ai bartës i këtij procesi, ndoshta jo, por ai ishte fytyra. Ai me dëshirë vendoseshte në këtë funksion. Dhe normalisht që kjo krijoi një masë të madhe të urrëties edhe të sponsorizuar me fushata të targetuara nga ana e partive maqedonase, por edhe me veprimet e veta ku protagonizmi ndonjëherë ta ha kokën tënde. Po, zotja Aliu, veç pak të ndërhyj, kur jemi këtu te masa e burgut shtëpiak. Po për atë edhe të tani opinioni, sigur, shoft disa media në gjuhën maqedonase këta e tablojnë se është bë, kjo nuk duhet merret diçka tragjike. Ne jemi opinion, ne nuk i dim provat, ne nuk e dim dosjen. Çfarë faktesh, çfarë provash, çfarë argumentesh ka aty dhe juridikisht edhe burgu shtëpiak është një lloj burgu dhe ai llogaritet, po që se dënohet me një kohë të caktuar vuajtje të dënimit, ajo llogaritet burg. Ashtu ka para pa. Tani prokuroria sipas ligjit në Maqedoninë e Veriut ka shumë kompetenca. Ajo mund të tahudh denoncimin tim me plot argumente, nuk e procedon, ajo mund të pazaroj me klientin që është pal, prokuroria mund të gjithçka. Prokuroria pra është organi që ja servon trupit gjykues dhe ajo është trupi gjykues do të vlerësoj se çka është shkelje e ligjit dhe a pason ndëshkim apo nuk pason. Ne nuk duhet të habitemi me një monitoring 24 orësh në burg shtëpiak. Pra është një lloj mase. Në Maqedoni ka pas krye policin e shërbimit sekret të Maqedonisë zotin Mijalkov, ai ndroi adresën dhe i dhan para burgim në hotel, në një apartman hotelit, sepse e bëri adresimin se banon aty. Dhe këtu ka ndodhur çudirat më dhaja. Burgu shtëpiak me një pronë private është një prej masave të cilën e parasheh kodi penal dhe aty duhet mbetet ajo me kaq, duhet shifet se si do të zhvillohet procedura më të tjerë. Deshta të ndërhyj pak te zoti Selimi atë që theksoi. Procesi penal juridikisht nuk një VIP persona, nuk një figura të mëdha apo figura të vogla. Procesi penal një procedurën që parasheh ligji për procedurë penale dhe kodin penal. Ka parashyet aty shteti së drejtës, shteti ligjor zbaton procedurat që janë të parapara në këto ligje. Nuk një. Ne kemi shtete për rreth që president shteti, kryeministra e ku ta di unë kanë dalë para drejtësisë dhe janë në paraburgim. Këtu në Maqedoni po liferohet Ministri drejtësisë ndërhyjnë në proces edhe kontakton drejtorin e qendrës e burgut të Idrizovës, a ka kushte për të trajtuar një apo nuk ka, i stërmadhojnë, i egzagjerojnë gjërat. S'ka nevojë të shkohet deri atje. Ai është në një lloj burgu dhe të presim të zhvillohen procedura. Mandej do t'ju them diçka. Edhe gazetaria po përmendet dyshohet, dyshohet ky apo ai për abuzim për 8 milion euro për shembull në lotarinë e Maqedonisë. Ku e dim ne për sa milion euro bëhet fjalë? Si ka mundësi të përvetësohen 8 milion euro për lidhje të kontrata? Pra ai duhet shifet, ata janë prova, duhet faktet, argumentet që gjenden në dosjen e organeve gjyqësore. Për këtë Montesquieu i ka nda pushtetet në gjyqësor, në ligjdhënës dhe në ekzekutiv, që këta të ekuilibrohen në mesveti dhe të mos përzin kompetencat në mesveti dhe të kontrollohen në mesveti. Pra, kjo është, këta janë konditat në cilët funksionojnë shtetet moderne. Megjithatë, ajo që potencoj
ajo të zoti grupi që është indikative, jo lotaria e Maqedonisë. Unë i referohem prononcimit që pati State Departmenti Amerikan, se a ka ndërhyrje të ndërmjetësimit në ndonjë deal të nëngjytësor për parashkrimin e veprës penale të ish kryeshefit të policisë sekrete zotit Mielkov. Pra kjo ishte në mënyrë taksative notuar nga State Departmenti Amerikan. Kjo çështje e lotarisë Maqedonisë, këto janë çështje prokurimi, çështje që një zëvendës kryeministri i parë se di se sa mund të ketë kompetenca në firmosje të kontratave të tilla e kështu me radhë, sepse ligjet nuk i sjell Arthan Grupi, ligjet për lojrat e fatit i sjell Kuvendi i Maqedonisë. Dhe ata ligji i operon një organ tjetër që është kompetent për atë punë. Pra kjo është çështja dhe ajo si thon katarzisi me të cilën do të shohim se ku do të qëndrojë, sepse jo që bëhet fjalë për vit person, por zoti Grupi është një personalitet, një politikan i cili rrugtimi i tij në karrierë të jep të mendohesh se bëhet fjalë për një politikan i cili posedon dhe ka pas mundësinë të qëndroj, të dëgjoj, mbas edhe të lexoj informacioneve të karaktereve të ndryshme, sekrete apo jo sekrete. Zoti Selimi përmendi që rasti i grupit po trajtohet me intensitet të lartë publik, ndërkohë që nuk kemi parë të njëjtën energji edhe për rastet të cilat i përmendi rastin e Orse Kamshevit, Koçan Gjushevit, por edhe të Mjallkovit. Këtu qëndron ajo shpirt ngushtësia. Unë nuk e kam pas kur si një opinionist satisfaksion sa atë do dënohet për shembull zoti Sasho Mielkov apo jo. Satisfaksioni im si qytetar i këtij vendi kur kam debatuar për këtë personalitet dhe për rrugtimin e tij në për labirintet e gjyqësorëve në Maqedoni ka qenë se si ka mundësi një person, si që ishë zoti Mielkov, i cili operoi me mega skandalin në Ballkan, ajo ishte procesi i përgjimit. Dhe për të cilin u parashkrue vepra dhe ai njeri nuk bëri as 2 orë paraburgim për atë vepër për të cilën kishte një shqiptim galopant prej 12 viteve, sepse në këtë shtet u përgjua, por sepse u dëmtua në aspektin material aparatura e përgjimit, e cila u furnizua me miliona euro në prokurime publike. Pra nuk bëri. Dhe gjithë mediat maqedonase këte e trajtonin si diçka se demek shteti është i joni dhe ki ka qenë krye i policisë sekrete dhe ki është ka ndikim, ka influencim, dhe nuk pati. Kjo strukturë e policisë sekrete në krye me zotin Mielkov instrumentalizoi një parlament të tërë në këtë shtet. A e dini ju se vitin 2011-2012 në këtë shtet u miratu propozim ligj ndryshim dhe plotësim i ligjit për ndjekjen e komunikimeve dhe influencat e kësaj strukture të policisë sekrete ndikuan në Kuvend dhe u miratu ky ligj që në Maqedoni të bëhet përgjim pa vendim gjyqësor. Pa vendim gjyqësor. Pra, ligji që ishte bazë ku thuheshte se për të bërë përgjim, sepse përgjim bëhet në gjithë shtetet, edhe në shtetet demokratike, por ka procedurë kur, si, sa, pse dhe qysh. Këtu u shly dispozita ligjore e ligjit bazë për ndjekjen e komunikimeve ku thuhej për të bërë përgjim detyrimisht duhet vendim gjyqësor. Ai nen u shly me influencimin e strukturave të policisë sekrete të shtetit dhe në Maqedoni thuaja se u bën një përgjim i ligjshëm, sepse edhe deputet shqiptar që ishin prezent në seancën plenare ku miratua ky ndryshim që në këtë shtet të bëhet përgjim pa vendim gjyqësor, ata votuan pro. Pra, nga atëherë unë shtroja pyetjen, këta të zgjedhur të popullit apo lexojnë materialet se çka votojnë, apo nga
80 vetë në seansë, vetëm Jani Makraduli në atë seansë të vitit 2012 debaton, askush tjetër. Dhe apo të parët e partive të tyre kanë hirë në dyll, ku qëndron atër interesi të hinsh në dyll që të përgjohet në këtë shtet pa vendim gjyqësor. Pra kjo në këtë shtet janë bërë shumë pazare, edhe bën edhe tani pazare. Mbase nëse nuk edukojmë shoqërinë tonë që këta pazare të jenë mundësisht minimale, apo fare, gjithmonë në korist të qytetarve do të zhvillohen pazare të ndryshme, dikush do të pasurohet në formën dhe në sasin më galopante në dëm të qytetarëve të këtij vendit. Neve si qytetarë na mbetet që të edukohemi dhe të reagojmë në mënyrë më qytetare, që të ketë ligje koncize në këtë shtet. Çdo kush për lëshim, për abuzim me fuqinë e pushtetit të marrë ndëshkimin e merituar me një proces gjyqësor dhe transparent. Kjo është e tëra që duhet bëhet. Zotë Selimi, është drejtësia në Maqedoni selektive, pra atë që përmendëm parapraktikisht godet ish pushtetin, por jo dhe pushtetin aktual. Çdo herë që ndrohet qeveria kemi parë raste ku dyshohet, akuzohet. Normalisht, ato para kanë vjetë, këto janë të pagabushëm, këto nuk vjedhin. Tash t'jemi, mendoj, është shumë mirë të flasim në terma teorike dhe të mundohemi të krijojmë një pasqyrë si do duhet të ishte në mënyrë ideale. Atë pjesën ideale e dim gjithë, edhe jo nuk duhet të shkojmë më larg, vetëm të lexojmë raportet e progresit të Bashkimit Evropian, ku në mënyrë detajume tregojnë, identifikohen problemet kryesore të cilët janë posaçërisht në kapitullin 23 për shtetin e së drejtës. Maqedonia e Veriut ka problem, është vendosur mbrapsht që nga fillimi i vet. Dhe fatkeqësia e këtij shteti është që kemi pasur një elitë politike në vitet e hershme të pavarësisë ka qenë dominuar nga maqedonasit, të cilët përveç asaj luftës brendshme për të zaptuar sa më shumë nga kapitali i përgjithshëm dhe nga fondet publike pasurimin përmes korrupsionit, kanë pasur edhe qëllim që të marginalizojnë politikën shqiptare dhe ndikimin e tyre në proceset e vendimmarrjes. Kjo natyrisht që ka prodhuar një sër procesesh cilët kanë deformuar edhe drejtësinë përmes rasteve të montuara, qoftë politike, qoftë rasteve të montuara për çështje etnike, edhe të kriminalitetit, ka qenë pjesa e shantazheve që u është bërë politikanëve shqiptar përmes instrumenteve të forcave të sigurimit dhe inteligjencës Beogradit dhe të Shkupit. Dhe gjithë ky proces ka pasur një vazhdimsi ku janë ndryshuar akterët, por procesi ka vazhduar me të njëjtën dinamik. Edhe tani nuk ka diçka më ndryshe. Qeveria paraprake në vitin 2016 erdhi përmes një të ashtu quajturi revolucion Laramani, i cili në themelet e veta kishte drejtësinë. Nuk ka drejtësi, nuk ka qetësi, ishte slogani kryesor dhe premisa kryesore e artikulimit të kërkesave politike të atëhershme. E gjitha jo u kthye në një ballon i cili u shpërthye shumë shpejt, fillimisht me marrëveshjet politike për amnestimin e një pjese të deputetëve të VMRO DPMN-s, të cilët më vonë votuan ndryshimet kushtetuese dhe ndihmuan vendin për të antarësuar në NATO, që është e vërteta, por ishte një kosë në kurisë të sistemit të drejtësisë. Për të vazhduar më tej me brekët e gjyqësorit, siç quhen në fjalorin popullor, ku institucionin në cilin u investua besimi më i madh i publikut dhe i qytetarëve, ku u ngritën pritshmëritë se përfundimisht do të kemi një institucion kredibil që do të shkojë deri në fund të ndjekjes së korrupsionit lart, u shkapërdreth si kull prej kartash nga vetë ajo që ishte në krye të saj. Kam fjalën për prokurorinë speciale publike dhe zonjën Katica Janeva, e cila u kap me
torba, jo në mënyrë figurative, po në mënyrë konkrete u kap me torba me para, pikrish edhe nga një prej këtyre protagonistëve të cilët e përmenda zotit Orce Kamçev për të blerë lirinë e vetë. Pra, gjyqësori në Maqedoninë e Veriut lë për të dëshiruar shumë. Andaj ka edhe 2%, në rastet më të mira 8% besueshmëri prej qytetarëve, por gjithsesi që si sistem nuk vepron në vakum. Është ndërlidhur thellë me ndikimet politike dhe është i kapur prej personave të cilët janë në krye të politikës. Herë të këta që janë në opozit kur do të vinë në pushtet do të vazhdojnë njëjtën periudhë. Pra, problemi është që këtu kemi një klasë politike që nuk do gjyqësor pavarur. Gjithçka është deklarative. Gjithçka është vetëm pro forma sa për të thënë deklarativisht para opinionit se ne jemi për drejtësi. Kur në fakt, ju e shihni që përpjekjet janë të vazhdueshme edhe nga kjo qeveri për të kapur çdo segment të gjyqësorit, nga prokuroria tek gjykata, nga gjykata kushtetuese deri tek gjykatat më të ulta rajonale e lokale. Pra, problemi qëndron tek tendenca dhe dëshira që gjyqësori, që politika dëshiron me çdo kusht të kontrollojë gjyqësorin. Dhe këtu janë shembuj të panumërt. Qytetarët i dinë, janë të stërlodhur dhe nuk e dia ka nevojë që t'ja u përkujtojmë raste të cilët kanë ndodhur në të kaluarën, të cilët ndodhin tani dhe do të ndodhin në të ardhmen, me këtë mentalitet dhe me këtë qasje nga ana e politikës. Dua vetëm rastin e ndryshimit të kodit penal ta rikthej në vëmendje, përmes të cilit ndryshim atkohë në opozit VMRO DPMN-ja, sipas disa ulumtimeve dhe publikimeve në media të ndryshme, mbi 80 funksionarë të VMRO-s të cilët ndiqeshin për keqpërdorim të detyrave zyrtare, u amnistuan, duke ju vjetërsuar lënda. Mes tyre edhe sekretari general i qeverisë Igor Janushev dhe shumë funksionarë tjerë të cilët sot janë në pozita përsëri, duke u thequr institucione dhe duke mbajtur përgjegjësi institucionale në nivele të ndryshme. Ajo që vlen ndoshta të ndërlidhet edhe me rastin e zotit Grubi, është pikrisht prezumimi i pafajësisë. Duhet të jemi, le të themi, jo selektiv edhe në rastin e tij, sepse u përmendën shumë raste, u përmend rasti i zotit Sasho Mjelkov. Sot e kësaj dite zoti Nikola Gruevski, i cili sipas kalkulimeve ka vjedhur një buxhet të tërë të Maqedonisë dhe e ka nxjerrur jashtë shtetit. Na mban ligjërata politike, morale, historike nga Budimpeshta. Ndërkaq qeveria e cila lufton krimin dhe korrupsionin, sot nga partneri vet strategjik, Hungaria, nuk ka kërkuar ekstradimin e zotit Gruevski që të kthehet mbaj dënimin e plot fuqishëm nga gjykatat e Maqedonisë. Le të marrim, ne kemi raste absurde dhe të gërditshme madje. Është rasti i Bokit Rinaesit, i cili ishte përfshirë në rastin reket me zotin Orce Kamçev dhe Kateca Janeva, dhe i cili doli nga burgu me pretekstin e dhimbjeve në Lukth, ndërsa sot mban podcaste me veshje që kushtojnë mijëra euro. Ne kemi thuajse të gjithë të dënuarit për terrorizëm dhe për prishje tentim të prishjes së rendit kushtetues nga rasti i 27 prillit. Të gjithë janë me pretekste të ndryshme jashtë burgut. Pra, nëse ne do duam çojmë drejtësi, drejtësia nuk mund të shihet vetëm tek oponentët politik ose ato të cilët nuk i duan. Që kulminacionit të fuqisë vete, unë kam pasur përplasje publike me zotin Grubi. Por relacionet e mia me zotin Grubi nuk ndikojnë në atë nëse drejtësia është selektive ose jo. Unë nuk mund të pres që të përmbush dëshirat e mia personale që zoti Grubi të dënohet. Po, zoti Grubi duhet mbaj përgjegjësi për çdo veprim, keqpërdorim apo për
korrupsionin që ka kryer gjatë kohës që ka mbajtur detyrën, dhe ai duhet bëhet në një proces të drejtë, transparent dhe të paanshëm. Kaq. Kjo është shumë e thjeshtë, ndërsa ne si publik duhet të respektojmë prezumimin e pafajësisë derisa gjykata të jap vendimin që zoti Grupi ka shkelur detyrën. Unë e kuptoj, e thash edhe më herët, është karakteri i zotit Grupi që ka qenë polarizues, ka qenë në qendër të vëmendjes, me nevojë dhe pa nevojë, që e bën atë atraktiv për të diskutuar. Por ne nuk duhet të gënjejmë vetveten ose të krijojmë pritshmëri të gabuara për drejtësinë nëse do të shohim zoti Grupi është dënuar ose nuk është dënuar. Janë një mori funksionarësh të cilët duhet dënuar. Dhe e fundit, që është rast edhe më eklatant, ju e keni partinë e cila udhëheq me qeverinë e Maqedonisë, e cila pretendon se lufton korrupsionin, e cila pretendon se do të sjellë drejtësi, është e vendosur në një seli e cila është e konstatuar me vendim të gjykatës që është ndërtuar me para nga krimi dhe korrupsioni. Nuk mundemi ti anashkalojmë këto gjëra për të kënaqur egot, pritshmëritë ose inatet tona. Drejtësia o është e drejtë për gjithë, o nuk mund të jetë e drejtë nëse është vetëm për njërin, nëne për tjetrin njëri. Do të komentojmë shkurtimisht edhe qëndrimet e partive politike në lidhje me rastin e Grupit. Zoti Aliu, koalicioni vlerëson se në BDI mbisudon frika pas ardhjes së Grupit, duke thënë se ai mund të ketë informacione për ish bashkëpartiakët e tij. Si e vlerësoni këtë? Shikoni, tani, ne e thamë fillim, ne nuk e dim ende brendin e akt akuzës, sepse ajo ende nuk është ngrit. Tani hetimit thuhet se faza e hetimit ka përfundu, janë pa dosjet e kështu. Tash puna e partive politike është që mbase edhe të thonë diçka, por ai duhet të jetë argumentuar. Nëse akt akuza, trupi gjykus shqyrton vetëm përmbajtjen që shkruan në akt akuzë. Ai nuk hinë se edhe kuptohet kohabitimin, bashkëpunimin që mund të shpërfaq vetë pala në rastin me ngritjen e akuzuar. Ne nuk e dim se në çfarë mënyre mund të bashkëpunoj zoti Grupi. Ne nuk e dim, ata janë prononcimet partive politike që japin konotacion politikave ditore, ne do të shohim, mund të bashkëpunojnë në një farë dimensioni, po ne nuk e dim, ende s'ka filluar ajo fazë. Tani ata le të mbeten në prononcime ditore. Po desha të them se në Maqedoninë e Veriut e shihni ju se çfarë konstruktesh realizohen këtu në këtë vend, para bëhen kushtet e bizneseve, mandej hartohen ligjet. Vin një premier dhe ai shpërfaq për shembull fushën e energjetikës. Lobist më të madh se zoti Agju Shef në sferën të ligjit të energjetikës dhe të gjitha akteve nënligjore nuk ka pas më zyrtari i cili në mënyrë të furrishme insistonte që të hartohen këta ligje. Sa ai hartonte ligje që kanë përmbajtje dhe që ishin në favor të bizneseve të tij. Kjo është ashiqare, botërisht e njohur. Vin një kryeminist tjetër që don të zhvilloj prodhimin për çështje medicinale të marijuanës, më parë i ndërtojnë plantazhet, mandej e hartojnë ligjin. Jo plantazhet konform kritereve ligjore, por ligjin e bëjnë ashtu si i kanë kushtet plantazhet. Dhe prandaj shpërfaqen po shihni tani sepse me frym kriminale hartohen ligjet, sepse oligarkët dhe ata njerëzit që kanë influencë të madhe ndikojnë në hartimin e këtyre ligjeve dhe punët na dalin mandej kështu çata. Pra kjo është ajo që duhet edukimi i shoqërisë, që disa gjëra, çdo herë do të ketë abuzim me pushtetin, se pushteti është nocion interesant, nuk ka ngopje. Ju lutem, e dini se ka vende në Bashkimin Evropian që korrupsioni nuk cilësohet si vepër penale, por cilësohet si sëmundje mentale.
Sepse njeri është qenje biologjike interesante. Ai bën konstrukte të ndryshme për ta korruptuar dikën si të vijë të pasurohet, për të bërë një gjë si ne aq jemi bërë pa edukuar në përgjithësi edhe si qytetar, saqë në një numër shumë të madh të qytetarëve ekziston perceptimi se pa mos dhënë ndonjë lek ti nuk mund të kryesh punë. Jo mërë vëlla, atë që të garanton ligji si të drejtë, ti s'ka nevoj fare askund t'japish asnjë denar, sepse zyrtari, organi është i obliguar që ty të ta etabloj të drejtën tënde dhe detyrimin tënd. Këtu kemi ardhur edhe këta të jakave të bardha kjo është teori shkencore, është smundje mentale është. Ai konstruon ligje, konstruon procedura se si të vijë dhe të pasurohet. Pra krejt mandatin e kalon në një funksion të lartë shtetëror për të konstruuar një vijë se si të vijë të pasurohet dhe të bëjë një pasuri galopante. Ata mendojnë se qytetarët hanë barë, se ne nuk i perceptojmë këto gjëra, se ne nuk i dim këto gjëra. Ne i dim, po s'kemi fuqi si të ndalojmë. Si ndalohet kjo? Ndalohet me atë autorizuarin e qytetarëve. Kush është i autorizuar e qytetarëve? Është i zgjedhur i popullit. Ai atje ku harton ligjet. Nuk ka ligj ideal askundi në botë, por ka ligje që ata duhet të jenë me premisat të asaj që është ekuilibrim i interesit të një target grupe, qoftë edhe i biznesit, edhe interesi i shtetit, edhe interesi i qytetarëve. Pra ligji bën ekuilibrimin e këtyre interesave. Pa sistem gjyqësor, jo selektiv, nuk ka as zhvillim ekonomik në një shtet. Jo vetëm zhvillim në dimensionin tjetër, as zhvillim ekonomik, aty gjithmonë do të mbizotrojë varfëria, gjithmonë do të mbizotrojnë krimet, gjithmonë do të mbizotrojnë në atë shoqëri abuzime të ndryshme, sepse nuk funksionon drejtësia. Drejtësia është ajo shtylla thelbësore për rimkëmbjen dhe për mbajtjen në vertikale të një shteti, edhe pse shteti është nocion abstrakt, apo të një strukture, të një pushteti që të mbron ty edhe nga e keqja si qytetar. Pra shteti të mbron ty, qytetarin e mbron. Dhe shteti duhet të jetë sa më larg qytetarit. Shteti duhet të afrohet te qytetari vetëm nëse ka prova se ai ka shkel ligjet. Por ndryshe shteti duhet të jetë larg qytetarit. Larg qytetarit, nuk duhet ta pengoj. Qytetari është qenja më thelbësore e shoqërisë dhe ai duhet të jetojë i lirë, të bëjë veprimtarinë e vet i lirë në pajtim me ligjet. Vetëm kur ai shkel ligjet, shteti mund të afrohet. Në të kundërtën gjithmonë duhet të qëndrojë larg. Kjo është aksion në jurisprudencë dhe në shtetet moderne. Këtu një funksionar i policisë me tendenca të ndryshme don të kontrolloj, të shantazhoj, jo mërë vëlla, larg qytetarit. Vetëm kur ty konstaton se ai ka shkel ligjet, do të mund t'i afrosh. Ndryshe, larg nga qytetari. Kjo është aksioma e jurisprudencës në shtetet e zhvilluara dhe në shtetet e së drejtës. Po të kthehemi edhe një herë te tema e zotit Grubi, shkurtimisht zoti Selimi, a do të shohim një akt akuz të fortë dhe proces të shpejt, apo kjo çështje do të zvaritet? Kemi sinqert nuk i di detajet e procedurave hetimore, parahetimore ku janë. Aq më pak jam ekspert juridik dhe nuk i kam ndjekur asnjëherë deri në fund ose në detaje këto procese gjyqësore, por mund të ndërtoj një opinion në bazë të eksperiencës nga e kaluara me raste të profileve të larta siç është e zotit Grubi. Sa më gjatë BDI-a do të jetë në opozit, thënë kushtimisht, aq më shpejt ndoshta do të kemi ndonjë epilog të këtij rasti dhe jo domosdoshmërisht të drejtë, që jemi sinqert. Unë nuk mund të paragjykoj epilogun, mundet zoti Grubi edhe pa fakte të dënohet, por mundet edhe me fakte bëhet ndonjë marrëveshje politike që do t'ja zbus realisht situatën para drejtësisë. Unë jam shumë skeptik ndaj drejtësisë në përgjithësi në vendin tonë dhe unë e di që
edhe në këtë rast, si në thuajse gjithë rastet tjera, drejtësia do të instrumentalizohet për të mirë ose për të keq të zotit Grubi si rast konkret. Megjithatë, zoti Grubi, sërish të them, jo për ta relativizuar rastin e zotit Grubi, por për ta kthyer vëmendjen se drejtësia nuk mund të triumfojë vetëm në një rast të vetëm. Zoti Grubi është një nga shumë funksionar të Maqedonisë që duhet të ketë një raport me organet e hetuesisë, me organet e drejtësisë dhe të marrë verdiktin e drejtësisë jo në bazë të preferencave të qeverisë aktuale, por në bazë të fakteve dhe të provave. Shihni, 5 ton marijuanë kanë kaluar nga Maqedonia në Serbi. 40 ton janë sekuestruar. S'ka asnjë të akuzuar dhe asnjë në burg aktualisht në Maqedoni. A mund të paramendoni se sikur të ishin kapur një 10 kilogram? Jo, nuk shkoj më shumë, do me thënë shkoj në 1% të kësaj sasie në Gërçec. Çfarë spektakli mediatik, çfarë spektakli i forcave të sigurisë do të ishte bërë me autoblinda, me forca speciale, me forca antiterrorizëm, ndërhyrje shpejt, Tigra, Luana, gjithë gjallësat e forcave të sigurisë do të kishin sjellur aty brenda për të dhënë spektakël me 1% të asaj sasie. Thuajse në gjitha mediat ka një heshtje totale, 40 ton. Ky është rekord rajonal, ndoshta edhe europian, i kapjes së një droge të prodhuar në vend, në një shtet prej 1.5 milion qytetarës cilët jetojnë. Nuk më lë, kjo qasje nuk më lë shumë optimizëm se do të kemi proces drejt, në cilën do anë që drejtohet ajo. Por unë vërtet uroj dhe edhe për shkak të profilit lartë të këtij rasti, besoj që media do ta ndjekin nga afër. Shpeshherë kanë bërë dëm mediat në shumë raste, duke i dhënë senzacionalizëm të tepërt në një moment të caktuar dhe pastaj duke i injoruar dhe duke haruar plotësisht. Tu kemi faj edhe ne si opinion publik, duke i fryrë disa raste jashtëzakonisht shumë dhe pastaj duke i lënë në hares, siç është për shembull rasti i Bokit Rinajës. Zoti Ali, ju pris një proces të shpejtë apo sipas procedurave në bazë të ligjit për procedurë penale dhe kodit penal, këta pala mbrojtëse, sepse prokuroria në një proces penal është palë, njëra prej palëve. Si pala mbrojtëse është prokuroria, është njëra prej palëve. Do me thonë, ajo është pala që akuzon dhe gjithmonë si aksion në jurisprudencë qëndron ajo se prezumcioni i pafajësisë. Bara për prezumcionin e pafajësisë mbi palën që akuzon. Në këtë rast, prokurorin, jo mbi palën që është i akuzuar. Prandaj, gjithçka duhet shkuar në një proces. Unë mendoj se në bazë të procedurave që parashel ligji për procedurë penale dhe kodi penal, varësisht edhe nga përmbajtja akt akuzës, shkalla e parë do të zgjatë, sepse aty pala mbrojtëse, po edhe pala akuzuese ka do drejt të kërkojë disa rishqirtime të provave, do të shkojë 1 deri në 2 vite, dhe 1 vjet 12 muaj mund të shkojë ankimimi në gjykatë të apelit, pavarësisht ankimimi do mund të bëhet nëse shpërfaqet ndonjë dënim eventual nga pala mbrojtëse apo nga pala akuzuese, kështu që ky në kohën më rekorde do të mund të përfundonte në afat 2 vjeçare. Pra nuk duhet të pritet shpejtësi, sepse jo që don dikush kaq edhe të zgjatet, po e mundsojnë procedurat, se ligjet janë hartuar çashtu që të mundsohen. Prandaj ndodhin këto Boki 13, marijuana 5 ton ka 40 ton, e kështu me radhë. Pra, një marijuanë e prodhuar gjoja se për çështje medicinale, për përdorim në mjekësi, por del nga ata plantazhet jashtë protokollave.
Po, ju lutem, në gjithë botën ka kultivime të marijuanës për çështje të mjekësisë, por ata janë në monitorim 24 orësh nga aparati shtetëror. Dhe ata funksionojnë strikt sipas protokolleve të parapara me normat vendore dhe ndërkombëtare se si duhet funksionojnë. Në një shtet ku të dalin tona e tona marijuanë për qëllime mjekësore dhe të shiten në tregun e zi, aty duhet të vëm gishtin në kokë se krejt ky proces nuk mund të ndodh pa një ndërlidhje të jakave të bardha, të funksionarëve të lartë qeveritar, shtetëror, të prokurorisë, të gjykatave, të policisë, edhe të shërbimeve të tjera shtetërore. Këta operacione nuk mund të zhvillohen nëse këta organe do të rinin njerë. Nëse këta do të reagonin, këta apo do të zbatonin aktet nënligjore të kontrolleve permanente, nuk do të ndodhi. Edhe kjo nuk duhet lihet si shajë zoti Selimi në Hares, sepse këta janë, ata vërtet është marijuan, por ajo shkon në procese tjera të prodhimit dhe ajo shkatron rinin ton, njerëzimin ton. Ku përfundojnë ato? Ata duhet përfundojnë në depot e sektorit të shëndetësisë për të cilët janë të destinuara, jo të stërshiten në kanale të zeza dhe të bëhen profite gallopante të miliona e miliona eurove. Gjitha ata profite do të jenë në dëm dhe në kurriz të qytetarëve të këtij vendi. Po, me që jemi edhe në minutat e fundit të emisionit, për fund tër emisionin biseduam rreth ndërhyrjeve politike në gjyqësor, në drejtësi. Kemi parasysh që në periudhën e vjem duhet të zgjidhet kryeprokurori i shtetit, ndërsa çfarë sinjalizojnë deklaratat e kryeministrit Hristian Mickoski, i cili publikisht e përjashtoi njërin prej kandidatëve e cila i kishte kaluar miratimin në Këshillin Gjyqësor. Dëgjoni kështu. Ai keni vure secila qeveri që ka ardhur në ky vend nga pavarësimi 1991 e këndej 34 vjet. Çdo qeveri sa merr pushtetin dhe në 100 ditën e parë bën shkarkimin e kryeprokurorit shtetëror. Edhe e vën një prokuror tjetër, sipas mendimit të tyre, gjoja se reform, në fakt e mbrojnë një personalitet të cilin ata do ta kenë si në kontroll. Unë kështu e kuptoj këtë punë. Çdo qeveri vin edhe pa i skadu mandati e shkarkon. Ka parashihet në ligj se kur shkarkohet edhe kryeprokurori. Por pra, pse? Se me ligj nuk janë të precizuara gjërat si duhet. Si ka mundësi çdo qeveri që vjen e ndron kryeprokurorin? Nëse ka argumente ligjore, po. Por secila qeveri e ka ndruar. Dhe atë e bën këta për shkaqe të ndryshme nuk arritën ta bëjnë vitin e parë që morën mandatin. Për ndryshe e realizuan tash. Ku ka shtet demokratik dhe shtet të së drejtës në botë ku kryeministri deklaron se cilin preferon të jetë kryeprokurori i shtetit? Nuk mundesh të sillesh ti kryeministri edhe si prokuror, edhe si gjykatës, edhe si inspektor, edhe si arbitrar. Zoti Mickoski në këtë dimension mua personalisht më ka dëshpëruar. Nuk kam pritur se deri në këtë deregje do të jetë aq i frustruar dhe do të dalë jashta konditave të asaj që do të thotë kryeministër i një qeverie. Unë kam pritur se së paku të merr mësimet nga e kaluara që bën ortakët e tij, që bën bashkëpartijakët e tij dhe së paku të sillet si një burr shteti. Por ndodhi e kundërta. Zoti Mickoski sillet si gjithçka e më pak si kryeministër. Si prokuror, jep prononcime nonchalante, lidhur me drejtësinë. Ai mund të jap, oni s'është kryeministër, por duhet ta ketë të bazuar, mos lëndoj askënd, mos ndërhyj në procesin gjyqësor. Ai sillet sikur njeriu më i fuqishëm me pushtet në shtet. Kryeministër i dashur është i pari në qeveri. Do të thotë, sipas ligjit, qeveria është organ kolektiv. Organ kolektiv, mandatari, kryeministri është moderatori i politikave publike në brenda në qeveri dhe ai kompetencat e tij u delegon ministrave që udhëheqin me dikasteret dhe kohabiton dhe bashkëpunon me
parlamenti si organ më i lartë ligjdhënës e kështu me radh. Pra, duhet të shpërfaq kohezion, empati në shoqëri, jo polarizim. Një prej indikatorëve sipas gjykimit tim që ka polarizuar diskursin politik në shtet është edhe vetë kryeministri Mickovski. Pra, edhe kam reaguar para 3-4 muajve, por ai nuk përmirësohet që nga zgjedhjet lokale, si duket nuk përmirësohet, andaj edhe në qoftë se bile prej nesër nuk vendosën që të ndërpres diskursin polarizues në cilësi të kryeministrit, ai duhet të jetë kohabitues, duhet të jetë të shpërfaqë empati me të gjithë faktorët që janë në shtet, edhe të bëj punën e vet. Një njeri nuk mund të zgjidhë gjitha problemet. Prandaj ekzistojnë edhe organe të tjera, edhe institute të tjera, edhe fonde të tjera, edhe agjencione të tjera e kështu me radhë. Do me thonë, diskursi polarizues, ulja e diskursit polarizues duhet të fillojë nga vetë kryeministri, Në këtë qeveri ai si duket ka etabluar një praktik, edhe çdo ministër paraqitet me interpretimet e veta autentike. Ministri i drejtësisë interpreton kushtetutën si vjen vetë, thuajse kushtetuta e Maqedonisë është pronën e tij. Dhe atë nuk e thot në mënyrë shkencore. Po çka mendon ministri Fillkov, ministri i drejtësisë, se ne shqiptarët ham barr, se ne nuk e dim çka është kushtetuta? Ai kujton se ka të bëjë me katërgjyshrit ton. Na e njohim në detaje se çka do të thotë kushtetuta, cila është përmbajtja e kësaj kushtetute, çka është provimi jurisprudence, çka është kjo, çka është ajo. Nuk mundet të tolerohet ministri i drejtësisë të nënvlerësoj inteligjencën kolektive të shqiptarëve, aq më tepër të atyre që i kuptojnë këto gjëra në detaje. Sefer, për në fund, çka sinjalizon deklarata e kryeministrit lidhje me përjashtimin që ja bëri Lend Çeristovskës për krye prokurore të shtetit? Nuk kam që të shtoj më shumë. Zoti Mickovski është gjithnjë më arrogant dhe më i fokusuar për të kapur çdo pushtet në Maqedoninë e Veriut dhe për të përdorur atë pushtet pastaj që të realizoj synimet e veta dhe synimet e partisë cilën përfaqëson. Fatkeqësia e VMRO-s ka qenë edhe në të kaluarën është edhe tash që VMRO-ja punon me matricën e të menduarit dhe vepruarit se partia është shteti dhe shteti është partia. Dështon gjithmonë të bëj atë ndarjen esenciale ndërmjet partisë dhe shtetit. Edhe në këtë rast VMRO-ja mendon që Maqedonia e Veriut është e partisë së tyre dhe partia e tyre është shteti. Kjo është filozofia e thjeshtë. Atëherë, faleminderit që ishit pjesë e emisionit të sonte. Faleminderit edhe juve. Ishte kënaqësi, shikues të nderuar, faleminderit edhe juve për vëmendjen. Nga unë Ersan Pajaziti, natën e mirë.